Koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit Bekim Qoku në preskonferencë për media tha se BDI është shndruar në një parti politike pa ide dhe pa vizion. BDI me kërkesë për zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe njëherë po dëshmon se është shndruar në parti politike pa ide dhe pa vizion. Ata të vetëdijshëm që një ditë e më shumë po të kurren si subjekt politik duke u ballafaquar në braktisje të njëpasnjëshme të antarësisë dhe simpatizanëve të tyre, shpëtim shohin në gënjeshtat, në trillimet ndaj simpatizanëve të tyre, se po prishe qeveria dhe BDI do të kthehet, por këtë nuk e beson as rrethi i tyre i ngushtë. Dhe kjo po dëshmohet çdo ditë sepse ju ikin njerëzit, ju ikin nënkryetarët, pra dje ishte një ikje e fundit e një nënkryetarit të tyre nga Dibra që kalojnë në Vlen, pra këtë lloj fenomeni këta mundohen ta mbulojnë me konferenca të stisura që nuk kanë tjetër rrugdalje vetëm të trillojnë dhe të mashtrojnë. Pra, vetëm brenda një viti në opozit, BDI ka rënje të dukshme të mbështetësve dhe deri në zgjedhje rregulla s'do mbetet më kush ti votoj. BDI ka të thirrur nga mendësia e tyre politike degraduese e nënçmuese ndaj qytetarëve, ka një dioptri të ngushtë të perceptimit të realitetit. Shqiptarët me Vlenin në qeveri për herë të parë, pavarësisht përcaktimeve të tyre, gëzojnë status të meritueshëm në institucionet shtetërore. Me Vlenin në qeveri nuk ka më 20 vjet, me Vlenin në qeveri nuk ka më që me 20 vjet përvoj pune dhe ende bashkëpunëtor të ri. Neve dim se janë diku 800 avancime që po bëhen në mbar administratën, vetëm në kuvent janë 7-8 avancime që janë bërë kohën e fundit, që kanë qenë me 15 vjet si bashkëpunëtor të ri. Por kemi shqiptarë të cilët gëzojnë dinjitet në vitin e parë të qeverisë tonë. Pra ka një dallim të jashtëzakonshëm mes dy qeverive të ndryshme. Vlen gëzon legitimitetin e plot popullit shqiptar, diçka që e dëshmon fort e mirë në zgjedhjet e fundit parlamentare, ndërsa do ta dëshmojë me fitoren absolute në zgjedhjet e ardhshme lokale. Pra në zgjedhjet e fundit ne kemi marrë 107 vota shqiptare kundrejt votave të tyre të një koalicioni evropian që tani ato duan ta bëjnë kombëtar. Para praktikisht e kam pas agjendën e Gjelbërt, e kam pas UÇK-n, e kam pas... Pra, po i ndrojnë ndresat duke menduar që shqiptarët nuk i kuptojnë këto lloj trillime sajesash të ndryshme, pra, si ti kujtohet, herë bëhen UÇK, herë bëhen agjenda e Gjelbërt, herë bëhen front evropian, herë front kombëtar, herë Ballkani i hapur, pra i kanë këto terme si t'ju kujtohet.